situatën ndërlikuar? Nuk e di situatën si është, në bazë të raportimeve po flitet që kanë shku për 2 ekipe, nuk muj me... A është e ligjshme, prof? Jo, nuk është e ligjshme që me i bo 2 nënshkrime të njëjtën kohë. Unë besoj që e njoh futbollistin, Vlearti është një djalë shumë korrekt, një sportist i mirë. Spaku kemi punu një gjysmë sezon me Malishevën. Po. Edhe po mendoj që ka qenë njëri prej futbollistëve për post cilësor dhe futbollist djalë i matur, djalë i disciplinum që ka dhënë maksimumin në fushë. Edhe unë besoj që nuk besoj që Vlearti ka vu 2 nënshkrime, por sigurisht se 2 nënshkrime nuk vlejnë edhe unë shpresoj që do të ketë marrëveshje në mes të Vleartit edhe klubit. 2 klube nuk kanë nevojë me marrëveshje mes veti, sepse nënshkrimi është i Vleartit edhe i klubit. Prandaj 2 klube nuk kanë nevojë me komuniku fare, po Vlearti duhet me sqaru këtë paqartësi e cila po shihet që ka shkaktu bujë të madhe në rrjetet sociale. Besoj se do të sqarohet, kjo është shumë e rëndësi që futbollisti me vazhdu karrierën i qetë, mos me pas probleme, sepse kjo është një tension që shkakton, që ndikon në formën e lojtarit. Dhe unë besoj në këtë futbollist se është djalë i disciplinum, është djalë sportist në plot kuptimin e fjalës, dhe çfarë mund të them, nuk dëshiroj me spekulu unë rreth kësaj, sepse vërtet ka shkaktuar një bujë të madhe në rrjetet